Si që pam pra, pas takimit që kam pasur në nivel privat në një restoran, zonja Vjosa Osmani me zotin Lumir Abdigjiku, si që përmendëm në pjesën e parë të raportuar nga paparazzi, do të ketë lajmet mira shpejt, zoti Kajtazi, tha zoti. Tha zoti Abdigjiku vetë. Unë s'kam qenë takim, si që shejam këtu, dirisa ata kanë qenë aty në takim. Po, e kam thënë edhe disa herë këtu, Vjosa Osmani do t'jetë barës e lisës së LDK-s për në këto zgjedhje. Do t'jetë... është vendosur kjo, po edhe ky takim e konfirman. Po tani, këto nuk janë të formalizuara, por me gjithatë informacionet që i kam, që do t'jetë pjesë e LDK-s, barës e lisës dhe kandidate për presidente. Ndërkohë Abdigjiku, kandidat për kryeministër. Kjo është ajo deri tash. Si që kam pa, besoj, do të ndodhin edhe nështë edhe çuditëra në këtë farë bashkimin e së djathtës në LDK. Binomi ri. Jo, përveç binomi të ri, mund të rikthehen, mund të jenë listë për deputet edhe figura që e kanë shty njëri tjetrin, e kanë shajt njëri tjetrin. Për bashkim po flitet, bashkimi madh i së djathtës. Po pra, do me thonë edhe njerë që nuk kanë folë me njëri tjetrin, apo e kanë sulmu njëri tjetrin, si që ka thonë, kur është ftëft edhe me dresin flenë, me gjas ka arës kjo situata, por Vjosa... A sjell për kraje popullore kjo, vota? Tani matje nuk kam une, dhe nuk kam dasht asnjëherë me bak si parashikime përveç në rastin e përparim Ramës, që pa ta thonë nëse fiton zoti Qeko, unë nuk dalë në televizor. Po më besoj që Vjosa Osmani do t'jetë faktor i rëndësishëm në këto zgjedhje. Unë besoj që zonja Osmani e ka shymë atë të ashtu quajturin binomi Albin Kurti Vjosa Osmani. Tashme ka njerëz që janë të prekun prej ndarjes e tyne, sepse mos të harrojmë në këtë shoqëni njerëz kanë bë tatuazhe në njërin krah Albini, në tjetrin krah Vjosa, dhe kjo mendësi e tyne unë besoj që është e lënduar. Tani unë nuk e di se cilin krah e këputaj, apo e fshin me laser, por njonin gjithsesi, apo të tillë që kanë dalë, kanë thonë, qikës ja këmë citë emnin Vjosa, djallit Albin, për shkak se këta e shpresa. E kjo shpresë nuk ekziston më, është ndarë në dysh. Kujdes zërin se intonacioni që po përdorni mund t'i pegoj KPMS. KPMS do të me pas kujdes, veçanërisht me këtë bërtë profesional që është e mëru natën vonë. Si do që besoj, unë besoj që zoti Kurti do të sfidohet seriozisht, dhe unë besoj nëse opozita do të përdor asnjë argument tjetër nuk i vyn opozitës. E hanja dhe e martja e kanë dalë rënimin kushtetues të këtij vendi prej Albin Kurtit. Çka po dën fitore e opozitës? Kjo është fitore e kujdo që e kanë dalë. E kujdo që e do këtë shtet. Fitoria aty në është në nivel veç që e kanë sabotu në fitoren e 51% Albin Kurtit. Nuk është ma e rëndësishme a është e mëru kjo dosti Valon Përbreze sonte, drejtori Kekut, se ndërkohë ka qenë ushtruz dhe tyre. Kjo nuk ka fare rëndësi. Të hanën dhe të martën është provu rënimi kushtetues i këtij vendi. Është ndalë, nuk ka argument më të fuqishëm për opozitën, sesa ndalimi i rënimit kushtetues këtij vendi. Ndoqëm një video pas takimit në zonjën Osmani të zotit Lumir Abdigjiku, për ta shohim një video të mëngjesit sotëm nga zonja Osmani, ku duket se edhe ka shpotitur pak dikë. Ta shohim. Përshëndetje. Me qenë se ka njerëz brenda politikës që po ankohen pse po i takoj qytetarët këtë ditë, e disa madje dezinformojnë se këtë nuk e kanë bërë më herët, ja, e vërteta.
Gjatë 5 viteve mandat vazhdimisht kam vizituar komunat, kam takuar qytetarët, kam mbështetur grupet e marginalizuara dhe kam qenë pranë njerëzve të vyer e të urtë të vendit tonë. Vizita në fshatra e lagje të ndryshme, në shkolla, në kopshte, në spitale, në institucione që e mbajnë këtë shtet të fortë, dhe po, edhe në shoqatën e zjarfiksve. Këto vizita nuk janë dalur asnjëherë, sikurse dje, ashtu edhe sot, e mbi të gjitha në të ardhmen. Bazamenti më i fortë i angazhimit tim do të mbetet pikërisht lidhja me qytetarët, sepse Kosova është ateu ynë i përhershëm. Shihemi në komunën e Radhës. Zoti Sejdiu e ka vizituar edhe shoqatën e zjarfiksve, thaj. Jo pa sherr. Po, tash nuk... Ishte des edhe pak e dëgjon e parapërcen muzikën. Jemi ngarë tash, zonja Osmani Ka tash, shije të hull. jemi ngarë dhe po besoj që zonja Osmani tash çdo ditë më shumë do të jetë